Dhe në jetë kam pasur sfida shëndetësore. Ka një periudhë të gjatë që jam në remision, kam qenë e sëmur nga kanceri i gjendrave limfatike dhe ka qenë një periudhë goxha e vështirë për familjen time. Jo aq shumë për mua sa për njerëzit që më rrethojnë, sepse çdo herë atë që e godet nuk mendon për të tjerët, normalisht, mendon vetëm për veten. Dhe ndonjëherë humbemi dhe nuk mbajmë llogari se çfarë ndjejnë të tjerët. Ka qenë një periudhë ku unë kam pasur shumë dashurin nga njerëzit e afërt, kam pasur shumë përkrahje dhe nuk më kanë lënë në asnjë moment vetë. Dhe çdo herë janë munduar që të bëjmë diçka të re dhe të më tërheqin vëmendjen. Kjo ka qenë një sfidë e madhe për neve si familje, mirë po na ka bërë më të fortë, na ka bërë. Dhe fal asaj dhe fal energjisë që unë e posedoja nga brenda, sepse isha e sigurt se do të çrrohesha, na ka bërë që, sidomos mua, më ka bërë që problemet e vogla të mos i regjistroj as pak. Do me thënë, jam tip që nuk mire me imcira, nuk frigohem se çka do të ndodh nesër, sepse ajo mund edhe të mos ndodh. Do me thënë, ka njerëz të cilët presin të vdesin pa mos e jetuar jetën në atë kuptim. Do me thënë, frigohen nga e panjohura, frigohen të provojnë sende të reja, dhe thjesht zgjohen një ditë dhe dëshprohen dhe pendohen për atë se çka kanë bërë. Unë mundohem që një ditë nëse do arrit të plakem, të jem e kënaqur me vetveten dhe të them se ja kam bërë mirë, ja kam bërë.